Si e shihni rolin e babait dhe nënës në një Kosovë që gjithnjë më shumë po barazohet në aspekt gjinor? Pjesë e familjes diskutohet, do më thonë nëse e ke fjalën për tentimin e Po, prindi 1, prindi 2. prindi 1 dhe prindi 2, të cilat në mënyrë të fshehtë, në mënyrë tinzare, Ministria e Arsimit është munduar që të filloj të implementoj projekte të tilla që gradualisht pastaj të vëmë projektin e dytë, të tretë dhe në mënyrë që ta bëjnë një diçka që është shumë normale, sepse kjo shkon në mënyrë graduale. Po. Në emër të drejtave të njeriut bëhet kjo, fillon kërkesa tjetër. Unë mendoj që këto duhet t'i definojmë qartë, në të kaluarën e kemi fol, përderisa ne nuk jemi kundër të drejtave të njeriut, por nëse është fjala për drejtat e njeriut të komuniteti LGBTI, pse ata kërkojnë, nëse kërkojnë drejta të barabarta, pse ata kërkojnë të kenë ditë të veçantë, javë të veçanta, muaj i veçantë, do të thonë e kemi ato java krenaris, muaj krenaris, pse ata dëshirojnë të drejta më të veçanta se ne të tjerët. Do të thonë qëllimi nuk është për drejta, po qëllimi është imponimi i një dukurie negative e cila do ta shkatron familjen në të ardhmen. Dhe këtu agenda ne duhet t'ju themi stop në fillim, në mes dhe në fund, dhe asnjëherë mos t'i lejojmë që sidomos të prekin fëmijët tonë në shkollat tona. Fatbarësisht u zbulu ky rasti tinzar i Ministrisë të Arsimit, nuk kaloj ajo, të jemi më të vëmendshëm në rastet e tjera në mënyrë që mos lejojmë asnjë tentativë të tillë që të depërtojnë në kurrikulat shkollore të fëmijëve tonë.